dhe për ditën e sotme që bëri të mundur të jemi këtu në pranin e tij. Si vërtet është Allah që ne si krishterë do të jemi dritë në post. Të tregojmë që bota të shikojmë që ne jemi përfaqësues të Krishtit, siç pa vllai sonja si det për ditën punë, jam rrezuar në shkalla. Kam marrë pak gjuhën dhe kam qenë më vështirësi këtë ditë. Dhe dhe ndodhi një diçka, kisha 2 masterate në shtëpinë time duke punuar. Dolëm për të pirë një kafe, për orës 12:00. Dhe në momentin që u çova nga karrige, harrova që e kisha gjuhën në problem. U ngrita për një herë dhe pata një dhimbje të fortë atje, dhe diçka më shpëtoi nga goja. Dhe tha, njëri nga sallarët, ta kam dëgjuar ndonjëherë të flasësh kështu. Më thash, në momentin e parë thash, çfarë kisha që thash, çfarë bëra? Pastaj thash, lavdi Zotit, që ata kuptojnë dhe shohin tek ne Krishtin. Dhe kjo është shembull me vetë që do të japim, që bota të shikojë tek ne Krishtin. Lavdi Jezu Krishtit. Vonuam që sot përredhën, ishte pak incident rrugës, shumë trafik, por ne erdhëm në gëzim. Thot psalmisti në një psalm që sa shumë u gëzova, kur më thanë të shkoj në shtëpinë e Zotit. Dhe ne kështu erdhëm sot gjatë rrugës në gëzim, me madje duke thënë dhe batur dhe duke qeshur. Lavdi Jezu Krishtit. Do të lexoj rresht tek Gjoni, tek letra e parë e Gjonit. Në kapitullin 4, shkreshi 7. Të dashur, le të duam njëri tjetrin, sepse dashuria është prej Perëndis. Dhe kushdo që do ka lindur prej Perëndis dhe e njeh Perëndin. Lavdi Jezu Krishtit. Këtë është dhe ndalim bashkë, dhe ajo që do të them sot është pikërisht kjo. Dashuria Perëndis na ka thirrur sot këtu. Prandaj jam mbledhur. Ne dëgjuam më parë në një profeci që Zoti foli pikërisht për dashurinë, lavdi Jezu Krishtit. Dhe këtë duhet ta shikojmë edhe mes nesh. Në kish, në punë, kudo që jemi. Zoti jon ndodhej vezë në një shtëpi dhe po fliste. Dhe ndërkohë 4 të tjerë kishin marrë një vik dhe po e sillnin tek ai. Dhe nuk kishin kalonin, rruga ishte e zënë. Dhe çfarë bën ata të 4? E hypën në çati, mendonin tash një vik ta hypin në çati. Sa e vështirë është. Hapën çatin dhe e ulën me litar poshtë në këmbën e Jezu Krishtit. Dhe kjo është besimi që ata kishin, por dhe dashuria që kishin për edhe njeriu e tyre. Kjo është dashuria që Zoti do nga ne. Të duam njëri tjetrin. Ky është lexuar pikërisht atë. Duheni njëri tjetrin, sepse dashuria është prej Perëndis. Falënderojmë Zotin e zmotra. Zoti është i gjallë, ai është këtu, është mes nesh dhe do të na shikojë të bashkuar. Amin. Amin. Në pranin të